Gjykata e Apelit e ka kthyer në rigjykim vendimin e themelorës ndaj zëdhënësit televizjes vetvendosje Arlind Mandjuka e 3 aktivistëve të tjerë Egzon Azemi, Edi Zenelaj e Qerem Elshani në rastin për nxitje të urrejtjes dhe kanosje ndaj gjyqtarit Mentor Bajraktari dhe ish prokurorit special Afrim Shefkiu. Vendimi i shkallës së dytë u mor pas ankesave të prokurorisë speciale dhe avokatëve të akuzuarve. Themelorja e pa t'i liruar Mandjukën nga akuza për nxitje të urrejtjes e Azemin e Elshanin i dënoi me nga 6 muaj burgim për kanosje, ndërkaq Zenelajn me 6 muaj burgim për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit. Për Mandjukën, apeli ka konstatuar se ankesa e prokurorisë speciale është e bazuar, sepse themelorja nuk ka sqaruar se veprimet e tij nuk përmbushin elementet e veprës penale për të cilën akuzohet. Po ashtu, nuk jepet asnjë arsyetim lidhur me mënyrën se si janë vlerësuar provat në raport me veprën penale dhe elementet e saj, si dhe lidhur me përfundimet që ka nxjerrë gjykata, përfshi rastin kur konstatohet se publikimi i shkrimit në Facebook nga i akuzuari me përmbajtjen e përshkruar në akt akuzë nuk ka konsumuar elementet e veprës penale për të cilën ai akuzohet. Apeli u ka dhënë të drejtë 3 të dënuarve që janë ankuar në vendimin e themelorës. Sipas gjykatës së shkallës së dytë, në raport me të akuzuarit Azemi dhe Elshani, aktgjykimi i themelorës përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës. Në akt vendim thuhet se nuk janë dhënë arsye të mjaftueshme lidhur me faktet kryesore që përbëjnë figurën e veprës penale. Këto postime dhe komente janë bërë nga profilet e tyre personale dhe nuk shihet se kanë ndonjë referencë konkrete drejtuar një personi të identifikueshëm me emër, mbiemër, pozitë apo funksion zyrtar. Në këtë rast, gjykata nuk ka dhënë arsyetim të qartë dhe të mjaftueshëm se si ka konstatuar se postimit dhe komentet e publikuara nga të akuzuarit kanë qenë të drejtuara kundër të dëmtuarve MB dhe ASH. E për të akuzuarin tjetër Zenelaj në akt vendimin e apelit, thuhet se arsyetimi i aktgjykimit është i kufizuar vetëm në interpretimin e përmbajtjes së shkrimjeve në grafitet e shkruara dhe të publikuara në hapësirat publike me përmbajtje shtyllë e turpit gjyqtari MB dhe prokurori ASH. Gjykata e Apelit ka kërkuar nga themelorja që të riprocedojë këtë çështje duke administruar provat e propozuara nga palët. Në këtë rast, prokuroria speciale ka akuzuar Mandjukën e Azemin se ka nxitur urrejtje mosdurim ndaj gjyqtarit Bajraktari e prokurorit Shefkiu me postimin e dhjetorit të 2022-s. Azemi pa të shpërndarë citatin tradhtarët plumbin e kanë hak, e Mandjuka ka shkruar se ky akt lirim është akt tradhtie. Postimet u shkrua në kohën kur u ndryshua masa e sigurisë nga paraburgimi në arrest shtëpiak ndaj Dejan Pantiqit i akuzuar për sulm në zyrën e KKZ-s në Mitrovic të Veriut.